Lavdi dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përshëndetjet tona qofshin për familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Sot do të flasëm pak për diçka që quhet gaflet. Sa I përket termeve fetare, të cilat janë përdorur më të madhe tek shqiptarët, tash fatkeqësisht, domethënë gjenerata e re nuk din asgjë për ato terme. Ato janë terme fetare të cilat edhe fjalorin e gjuhës shqipe e kanë pasuru. Se tash mo del më një temë tjetër, mo detirohem anglezët për me fut një fjalë në gjuhën e tyre, ta bëjnë si fjalë letrare, fjalor tjese, afërsisht 6 muaj të përdoret një fjalë, pa marrë parasysh se është e huaj, përdoret në mesin e anglezëve, edhe ajo futet në leksikonin e tyre, në gjuhën, në fjalorin e tyre. Ne 500 vjet, jo 500, po hala ma shumë se 500 vjet, se e dini një xhamej që është më një vend 400-500 vjet përpara Osmanlive ka kanë. Në më thënë afër Preshevës, me dokument, në më thënë ka pas musliman. Po edhe gjatë Osmanlive, 500 vjet ato fjalë ne I kina përdorë dhe janë shkrujt. Poetët tanë, Naimi, tjetëri, Samije, tjetëri, bile edhe ato krishterë që kanë qenë, I kanë përdorë, ne I kina hupë. Normal, jo dini, kur s'kan pas mundësi, ta ma në regull me atëherë në më thonë detyrimisht. Ama, tash neve nuk në ndalon nga shkush, ti përdorim ato. Unë e bëj krahasim, se dola pak pjesën që do shama detyrimisht. Unë bëj një krahasim mes nxënësve të cilët I mësoj që kanë qenë para shembull 30 vjetëve, apo 25 vjetëve, edhe këtive nxënësve tash që I mësoj. Çkur gjo, këto tash nuk din, as një fjalë. E pyes, po mërme në jatë, baba jata, se përdorën këtë, ato e di se I përdorin, do kanë ngjerë. Thot nuk e di, nuk e di. Dene me I pëjt ato që janë klase parë, kur gjo anglisht di, anglisht po. Pra me vërtet është një sulm I madh kundër unitetit tonë, kombëtar bile, më flasëm fetar, që të zbehet dhe është zbehet fjallori jonë. Edhe prandaj ka tash një farë iniciative, duhet të tifusin edhe ato fjallet gege, se I kanë hek, gegrisht janë, no? Ama prap nuk ka ashtu si duhet. Pra, ne nuk duhet të tërpunohana, aja anglezi për me ndohë fjallë të huj, po vetëm se më një rreth të anglezëve përdoret 6 muj, e ne futën fjallor, ajo kini pa, qka që po fjallor e atine? Adhaj, lavdrohet matë, mburet, a ne, I kina bo një këshet, fjallore. Ne, këshet që shashtë. Tash kalëm pakës. Kjo, për normal, kjo ka të bëjë edhe me këtë temën gafleti. Edhe me këtë ka të bëjë. Do më thënë, ina e kanë pyet një hoqë të vjetër të Shkodrës, të kujtot. I kanë thonë, o Efendi, që është kjo gaflet? Ka thonë, ti mbash syt qilë, ama I në gjumë. Sa ti ke qilë, syt ti ke hapur. Ama në gjumë I drenum, keni patash me anestezion që I bëhen operacionet, të I shefe që lonë, si I shashtesët kitë. Se ti, që ka ndodhen me te?
se ndjen as pak. Ditën gjone e përjeton. Pra, gaflet, do të thote, me fjalë tjera, mos e ndjesh rrezikun e gjunahit, mos e ndjesh mos respektimin në urdhëve të Allahut të Xheleshanu. E dish se nuk bon, ama zemra nuk ndjen asgjë. E bësh pa kur një farë problemi, nuk të pengon as pak, edhe kur e bësh dhe një punë gabim edhe ndë njëherë të hanë ajo. Jo, s'tan as pak. Kësa i thonë gaflet. Pra rona zot prej gafletit, po gaflet është edhe atë parën që e përmendëm. Mos e ndjesh rrezikun e asaj se çka është bë me termet të cilat të etrit tani kanë përdor. Librat tona janë konë. Tash e keni pa librat, për shembull e leximit, librat e tjera, këtë emra jo musliman janë. Jo emra do të thonë që nuk kanë të bëjnë edhe me Shqipen, hajtë thona tesi Shqip, me kuptim Shqip, rregull. S'është. Kretë do emra do të thonë, kretë që s'kanë të bëjnë me tonë. Pra, të shohëm tash shkaqet e gafletit. Gafleti ka 3 shkaqe kryesore, 3 faktor. Në një është vazhdimësia në gjuna. Vazhdosh në gjuna. E di se gjuna se është dalesa Allahut të i vazhdosh. Dhe nuk bësh tauba. Shëqani Allahu Xheleshanu në i ka dhënë një gjë ndorë që me të vërtet muslimani mund të pastrohet, ajo është teubja. Se teubja çon ndihesh keq se e ke bo gabimin. Se gabim janë. A ka mundësi për shembull drejtohet dikush që nuk e pranon gabimin? S'mund. E çfarë thonë kur nuk bën teube, në më thonë se pranon gabimin ti. A gabim je, gabim vazhdo. Prandaj thot, prej faktorëve kryesor të gafletit është vazhdimësia në gjuna. Vazhdojsh. Ish pa teube. Vazhdo. Edhe një ditë do më thonë, fundosesh, vin me leku i vdekjes të merë shpirtin, edhe përfundojnë çdo gjë jote. Tash, në dy, faktori di është në bësh neglizhent ndaj urdhave të Allahut Xheleshanu. Fal namazme, abe që i ri halaja. E për zeqatin, vetëm për zeqatin tem kanë bet musliman. Agjeron be, për Zoti janë ngushto për agjerimin ti, se unë do të rej pa ushqim. Do më thonë, i gjenë arsye. Nuk e mohon, ama arsjetohesh, largohesh prej zbatimit të urdhave të Allahut Xheleshanu. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shpjegon me një hadith, thot, njeriu kur bën një gabim është sikur me e marr zemrën edhe e bën një njollë aty. Apo një infarkt kesh. Ate të e vendi infarkt që i ka marrë, ate nuk qarkullon gjakën. Ajo mund t'i themi kushtrimisht, figurativisht, në më thënë ate ku e ke bo gjunahin, problem imani ate lëvizje. Imani problem. Pas taj qka e bënë një gjuna tjetër, thot edhe një njollë tjetër. Por një tjetër, edhe mbulohet krejt me njolla, do më thërë kitë infrakte edhe vej vdekja. Ska, ma nuk qarkullon gjakë. Vejnë. Edhe përfundon me dështim jeta jote. Prandaj thot, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastroni zemrat tuaja
sepse edhe ato janë sikur metalet që i kap llomi apo ndryshkja, edhe ato ndryshken. Pra ju pastroni, si ndryshken me gjunahe, e bon një gjuna, të uben më njëherë, të uben përdore. Veri vitit bas, të nëzije vetja jote se unë e gabim jam, kërë nëzijen, a ti ndoshta prap të bësh do një, amo përsëri, ndjehesh do më thonë, ati pari i e. Nuk je do më thonë i zhytur nga flet, po të ka kap nga flet i pak. Prandaj, thot, duhet të bësh për atyre që ti përdorish, do më thonë, ato gjerat të cilat Allahu Xhaleshanu ti ka dhonë në dorën tënde, ajo është e bësh gabimin, nuk thonë se të bësh gabim, po e bane, atër do më thonë të përdorish të uben. Faktori 3 i gafletit është shoqërimi me njerëzit të cilët janë gaflet. A kitë gaflet është të shkone shoqërohesh pak. Po të kapje gafleti ati, s'ka dyshim, sepse njeriu është magnet dhe tërheq, sidomos ato punë të këqija i tërheq shumë shumë. Se shejtani ndihmon atë, nefsi e kon me jotet ndihmon këtë gjë, edhe normal dhe më thonë atëherë vëjnë dërit e dështimi. Pra, Allahu Xhaleshanu thot, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Dhe mos e dëgjon, apo mos ju nështro ati që ne nga flet ja kina bo që a e zemrën të kese. Pse? A nuk e përmend emrin ton, si kujtohet ati urdhja Allahu Xhaleshanu, nuk i kujtohet, se nga flet është. Edhe pas të këtë Allah në shumë pas disa fjallëve, وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. E nëse te që të bon, këtë punë e bon, atër thot, ki kujdes mos u bon për atyre që janë të zhitur në gaflet. Sepse gafleti bie fundit edhe kufër mund pere. Shë në fund, edhe dhe arsjetojsh pas taj. Se të dranau kitë zemra, trupi, edhe normal dhe më thonë pastaj, shumë letë e ki që edhe kufrin të pranësh, më në fund. Pra, inshallah, Allah Xhaleshanu në bëhë për atyre që do të lëvizim vetën, u të lëmë që t'jese të vazhdojnë nga flet. Kom edhe një lejmë të mbërkurën, inshallah, në ora 6, do të kese protest në përkrahje të Palestinës, apo në përkrahje të civilëve të Gazës, kundër dhunës dhe gjenocidit që ushtron Izraeli. E tash, më bëhanan edhe kjo ka të bëjë me gafletin. Do më thonë, te e shef sa i masakrat më dhoja banë. Spitalet i ka rënu, fëmijët i ka rënu, krejt, këshon, do më thonë krejt, me mija, civilët sa dush, krejt, shkolla, kërgund. E ne, po bile edhe shoqatat që janë të kombeve të bashkuara edhe ato, i ka rënu. Edhe prap hala, qësa i thonë gaflet? Edhe hala, edhe mu jam në gjumë helvete. Si e që ka thonë, mu jam në gjumë, ka pa se kali i ka cof, fali shpreje edhe ka thonë, isha dhe jam në gjumë, nuk jam halis të mu, halis nuk jam vizgjumë, po e shofë në gjumë këtë. Ne në kitë onët të masakrohë, edhe hala nga fletë. Do më thonë spaku, ta thushat fjallën tënda, ta shprejshat revoltin tënd që e ke, kundër asaj dhunës, që nuk kam betë vend dë një pa më uqu, jo pushtetet. Pushtetet që në dim, ama civil,
s'ka mbet vend dikun do më dhanë që nuk në që në kamë dhe të kundërshtojnë. Besoni një ditë e pash një në Japoni, vetë kishë dalë. Vetë. Edhe e shprehte atë revoltin, ka të përsishin, ato nga flet i asaj që ndodhen në Palestinë. Po ajo që ndodhen në Palestinë, vjen rendi që edhe të të ndodhja. E dini atë fjallën që thonë, që ka ajo që vjen kojshi, ka ardhër e të do më thonë do të vjenje, që të rend është. Prandaj duhet këtë drejtën ligjore që e kina, me leje o kuptohet këtë, do më thonë prej organeve kompetente, do thonë të shprehim atë revoltin tonë, edhe atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimanët janë si një trup. Kujna ne. Nëse dikun ndë një pjesë të vetë, i gjithë trupi duhet ndajë, nëse nuk ndajnë atër nuk është trupi jotë. Atër nuk është trupi jotë. Ela in ahsana kalamu ablagha an-nizam kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Malik.